Të dashurit e mi, mundësia e muajit të Ramazanit është e çmuar dhe duhet të shfrytëzohet për të praktikuar largimin nga mëkatet. Disa të rinj, shpesh, më kërkojnë që gjatë vizitës që bëjnë tek unë, të lutem për ta, që të ndalojmë veten nga kryerja e mëkateve. Nuk ka dyshim se lutja është një gjë e mirë dhe e nevojshme, por largimi nga kryerja e mëkateve kërkon që njeriu të ketë vullnet, pasi duhet të vendos ta lërë mëkatin, dhe kur ai vendos këtë gjë, kjo punë bëhet shumë e lehtë. Shmangja e mëkateve në fillim shfaqet para syve të njeriut si një mal, por pas vendosmërisë për largimin prej tyre, shfaqet si një lëndinë e sheshtë. Muaji i Ramazanit është mundësia më e mirë për të praktikuar këtë punë.